Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e 4 dhe të fundit. Do të shohim shkurtimisht motin dhe trafikun deri në këtë moment në kryeqytet. Moti për sot dhe për javën e nisim fillimisht me ditën e sotme, si do të jetë situata atmosferike në gjithë territorin e vendit. Kemi sërish vranësira, por rreshtet e shiut do të jenë me një intensitet shumë të ulët, ndërkohë që ulësira perëndimore sot do të jetë me diell që do të mbizotrojë kryesisht gjatë gjithë ditës me episodet caktuara ku do të kemi dominim vranësirash dhe rreshje shiu me intensitet shumë të ulët e përsëris. E nisim me temperaturat. Elbasani sot do të jetë në vlerat minimale 10 gradë Celsius, vlerat maksimale 20 gradë Celsius, Bajramsuri 9-20, Kuksi 8-19, Peshkopia 14-23, Shkodra 12-22, Lezhë 12-22, Durrësi 14-23 dhe Tirana 12-24. Berati është 12-24, Fieri 12-23, Korça 8-20, Gjirokastra 12-20, Vlora 14-23 dhe Saranda 13 gradë vlera minimale, 24 gradë vlera maksimale. Kryesisht në qytetet e Bajramsurit, Kuksit, Peshkopis, Shkodrës, por edhe në Berat gjithashtu, edhe në Sarandë do të kemi vranësira sërish gjatë ditës sotme, ndërkohë që do të kemi rreshje shiu me intensitet shumë të ulët. Ndërkohë, në qytetet e tjera do të kemi vranësira pa rreshje shiu, në Elbasan, në Korçë, në Tiranë, në Vlorë, nuk do të ketë rreshje, kështu që me sa duket përfundon edhe episodi i rreshjeve për muajin maj. Teksa kemi sërish nesër një rikthim të vranësirave, por pritet që rreshjet të mungojnë. E më pas nga e mërkura e tutje kemi një rikthim të motit me diell dhe temperaturave të larta që do të shkojnë deri në 30 gradë Celsius ditën e premte që pritet të jetë temperatura më e lartë. Kështu që përveç ditës sotme që do të jemi pak a shumë në të njëjtat kushte atmosferike si java që lan pas, kemi edhe ditën e nesërme që është në të njëjtat kushte atmosferike dhe më pas ditën e mërkur kemi përmirësimin e motit dhe rritjen e temperaturave si në vlerat minimale ashtu dhe në vlerat maksimale. Ndërkohë që piku i temperaturave do të arrijë ditën e premte me vlera atmosferike që do të shkojnë deri në 30 gradë Celsius. Rikthimi i vapës, verës, temperaturave të larta ndodh që prej mërkurës për të vijuar deri ditën e premte që arrihet edhe kulmi i temperaturave. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe për ditën e vijim. Do të shohim shkurtimisht tani edhe trafikun në kryeqytet deri në këto momente. Sot është ditë e hënë, rikthehet aktiviteti institucional, kështu që pritet që të ketë fluks mjetesh. Shohim si paraqitet trafiku deri në këto momente në kryeqytet. Qyteti duket mirë, pavarësisht se jemi në ditën e parë të javës, nuk ka, të paktën në unazën e vogël të Tiranës, nuk ka trafik, e gjithë unaza duket në rregull, trafiku. Okej, kemi pak trafik në autostradën Tiranë-Durrës deri në kilometrin e dytë, pasi kalon mbi kalimin e Kamzës, e deri në kilometrin e dytë kemi fluks mjetesh në drejtim të Durrësit apo veriut të vendit. Ndërkohë që kemi edhe aksin si zakonisht nga rrethrotullimi i Treshit në drejtim të Tiranës, për mjetet që kërkojnë të hyrë në kryeqytet nëpërmjet Kamzës dhe Paskuqanit, ka fluks shtuar mjetesh. Si zakonisht kemi edhe rrugën dytësore nga Mëzezi dhe Kashari, që nga tërësisht, në paktën në segmentin që është paralel me autostradën Tiranë-Durrës, me trafik të rënduar, edhe pjesa dytësore nga Mëzezi deri sa futesh në qytet. Ndërkohë, pjesa tjetër e qytetit nuk duket ndonjë trafik i rënduar, siç e tham, kemi në disa segmente të zakonshme trafik. Njëri prej tyre është Zogu i Zi, nga kryqëzimi i 21-shit deri te Zogu i Zi ka trafik të rënduar. Ndërkohë, pjesë tjetër e ngarkuar e qytetit është edhe nga kthesa e Ysberishtit deri te fabrika e miellit. Nga Yrsheku, ndërkohë, deri në Ysberisht, që ka trafiku deri në rrethrotulimin e bulevardit të ri në Ysberisht, që ka trafik i ngarkuar, i rënduar për mjetet që dalin nga Tirana. Ndërkohë, si zakonisht, pjesë tjetër e ngarkuar e qytetit është edhe hyrja juglindore,
që nis nga varrezat e dëshmorëve e deri në rrethrotullimin ekonomik. Ndërkohë këtu jemi në fresk, jo, këtu jemi te rruga Ura. Pra dalja e autostradës Unazës, kemi trafik të rënduar si zakonisht. Këtu është segmenti i cili zakonisht ngarkohet edhe për shkak të kthesës aty për mjetet që shkojnë në disa drejtime. Ky është trafiku deri në këtë momente në kryeqytet, nuk paraqitet ndonjë gjendje e jashtëzakonshme ose ndonjë trafik i rënduar. Mund të kalohet, jo lehtësisht, por gjithsesi mund të kalohet. Mundoni të shmangni hyrjen juglindore të Tiranës nga Sauku në drejtim të rrethit ekonomikut. Kjo është pjesë e ngarkuar, më pas rrugën dytësore që del nga Tirana nga rrethrrotullimi i bulevardit të ri në drejtim të Yrshekut për të futur më pas në autostradë. Këto janë dy segmentet më të vështira deri në këtë moment, shpresojmë që të rregullohen minutat vijim. Dhe me trafikun ne japim fund këtu kohës për të zgjuar për ditën e sotme, do të rikthehemi sërish nesër në orën 7:00. Deri atëherë kaloni sa më bukur.